Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në spektaklin tradicional, Zhurma Show Awards 2008. Mirëmbrëma edhe nga na ime miqtemi të dashur, do t'jemi sonte së bashku me ju, unë Avni Qahili dhe kjo vajzushe e bukur Migena Gorenca. Do desha në këto momente t'ju përmend të gjithëve dhe të bëj një falënderim të madh për atë që na bën të mundur të shihemi jo vetëm në këtë sallë, por nga mbar publiku kosovar dhe magjor. Ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë televiziv në Ziko TV, televizionin nacional kablor, në televizionin Opinion dhe në radio televizionin e Maqedonisë, programi në gjuhën shqipe. Para se të fillojmë me çmimet, të cilat janë të shumta, sepse kemi shumë nominime, duhet ta prezantojmë edhe jurin profesionale, e cila është angazhuar që të jetë sa më korrekte, sa më saktë për çmimet e sonte. Atëherë do të filloj me kryetarin e jurisë, producenti muzikor Xhavit Muçej. Kolegen time të dashur, gazetaren nga Radio Televizioni i Maqedonisë, Anita Latifi. Redaktoria e muzikës në Ziko TV, Edona Memini. Një tjetër kolege televizive vjen nga TV Opinion, Mariana Kolnerekaj. Si dhe një koleg tjetër imi, Gazmend Kajtazi, gazetar. Shumë gazetarë në juri, i kemi ndjekur të gjithë këngëtarët, gjatë gjithë vitit, i kemi lançuar në për emisionet tona, qoftë ato muzikore, qoftë në emisionet foliore, dhe kemi qenë pranë tyre në sukseset e tyre që kanë pasur, qoftë edhe në dështimet e vogla. Kështu që është mirë një juri gazetarësh për të përzgjedhur më të mirët e vitit.